Të qenit i devotshëm e bën besimtarin që përderisa ka këtë mënyrë jetese, përderisa ka këtë program në jetën e tij, pra përderisa ndjek rrugën e Allahut xhallahu ala, e bën atë që të të përjetoj se tek Allahu xhallahu ala ekziston vetëm një mënyrë e ngritjes, vetëm një mënyrë e favorizimit, dhe është kjo mënyra e devotshmërisë. Inna akramakum indallahi atqakum. Njeriu më i ngritur, njeriu më i nderuar, njeriu më me pozitë tek Allahu xhallahu ala është ai që është më i devotshëm në mesin tuaj. Andaj për të arritur tek pozitat, për të arritur tek privilegjet, njeriu ja ka frikën Allahut xhallahu ala. Bindet se tek Allahu nuk mund të jesh i mirë nëse ke holla. Tek Allahu nuk mjafton që të jesh i pasur dhe të jesh më i miri. Tek Allahu je i mirë madje nëse nuk ke para. Ajo që duhet ta kesh është devotshmëria për Allahun xhallahu ala. Dhe sigurisht se besimtari i cili ka këtë bindje se tek Allahu, njerëzit nuk janë të mirë në bazë të emrave, familjeve, pasurisë, pozitave, por janë të mirë në bazë të devotshmërisë. Kjo gjë i bën besimtarët që jo në nivel individual, por edhe në nivel shoqëror, devotshmërinë ta kenë si një element me të cilin munden me shfrytëzu ose me zhvillu në mënyrë të suksesshme jetën shoqërore. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dhe ju përkrahuni, ndihmohuni ndërmjet vetëm me mirësi dhe devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Dhe kujdes, mos u bëni bashk për mëkate dhe armiqësi. Ajo që besimtari duhet të bëj, ajo që besimtari jo si individ, por edhe si kolektiv duhet të bëj, është që devotshmërinë ta vënë në funksion edhe për mirëqenien dhe harmoninë shoqërore. Qenit i devotshëm, njeriu arrin që ta mbaj në rrugën e Allahut xhallahu ala për shkak se ai shpëton nga cytjet e djallit.